Ish-kryeministri Sali Berisha vazhdoi kritikat ndaj politikave ekonomike të qeverisë aktuale, duke theksuar se programi ekonomik i Partisë Demokratike është një alternativë që kërkon të ndihmojë qytetarët dhe bizneset e reja në vend. Ai theksoi se një nga arsyet që Shqipëria nuk mund të bëhet pjesë e Bashkimit Evropian është rroga dhe pensionet shumë të ulta, që nuk ofrojnë mundësi për zhvillim dhe prosperitet. Duke u ndalur tek lehtësirat fiskale, Berisha theksoi se parashikon një politikë deri në 8 vite me taksë zero për biznesin e ri. Titull strategjik i dhënë me korrupsion anullohet. Çdo shqiptar që vjen për të investuar në Shqipëri do të jetë 5 vite pa taksa kudo që të investojë. Por ata që investojnë në zonat malore, ata do të jenë 8 vite pa taksa. Siç ka qenë ligji që anulloi Edi Rama dhe që rikthen tani, po e rikthen për grupet që i intereson atij. 500 të parë, thot ai. Sa ata 500 të dytë, ata janë të njerëkës, ata s'mund përfitojnë. Në lidhje me tregun e pasurive të paluajtshme, Berisha kritikoi çmimet e larta të banesave dhe ndërmori një premtim për uljen e tarifave që ndikojnë në çmimin e ndërtimit. 3% e strehimit social mbi çmimin e shitjes, sa ajo është e 8% taks tjetër kjo, 3% mbi çmimin e shitjes, shfuqizohet, nuk ekziston, nuk do ekzistojë. Tarifa 1% e lejes së zhvillimit mbi vlerën e investimit shfuqizohet, hiqet. Tarifa e rivlerësimit të pronës do ulet nga 5 në 1%. Po ashtu, Berisha u ndal edhe tek korporata e investimeve shqiptare, për të cilën e cilësoi si një piramidë grabitje e pronave, duke theksuar se duhet një hetim për pastrimin e këtij institucioni për të shpëtuar pasurinë kombëtare nga abuzimet dhe keqpërdorimet.